Vëllezër, besimi në Zot, që është një nga veprat më të dashura dhe më të mira tek Zoti xhel xhelalu, duhet të kuptojmë që kush janë ato elementë të cilët e forcojnë besimin e njeriu në jetën e kësaj bote. Derisa ai takojë Zotin xhel xhelalu, mund të provokohet, mund të tundohet. Për këtë arsye duhet të shikojë se si mund ta forcojë besimin e tij ndaj Zotit. Shkurt, e para është leximi i librit të tij. Nuk mund ta kuptosh dhe nuk mund ta njohësh Zotin vetëm se nëpërmjet fjalës së tij, dhe në këtë rast është Kurani. Nëse kërkon të njohësh Allahun, të di se kush është ai, Allahu xhel xhelalu ka zbrit një libër. Dhe ky libër nuk është thjesht neve ta lexojmë, po ta lexojmë me meditim, me kuptim, pra që ti ta kuptosh me qëllim që ky libër të ndikojë në forcimin e besimit të njeriu. Thot Ebu Bekri radhiyallahu anhu, e pash një ditë profetin alayhi salatu wasalam ishte thinjosh. Pak. Dhe i thash o dërguari i Allahut, kush ka thinjosh? Tha profeti alayhi salatu wasalam, shayyabatni Hud wal waqi'a wa amma yatasaalun wa idha ash-shamsu kuwirat. Thot profeti alayhi salatu wasalam, o Ebu Bekër, më kanë thinjoshur këto sure që unë lexoj. Sepse profeti alayhi salatu wasalam lexonte dhe kuptonte, po kush janë këto sure? Këto sure tregojnë zanafillën e njeriut kur është kriju e deri ku ai do të përfundojë në xhenet apo në xhenem. Pra që do thot, kur besimtari lexon librin e Zotit e kupton zanafillën e vet nga ka ardhur. Se ti mund gjesh njerëz të cilët janë shkencëtar apo me diploma, kur e pyet ore pse e kriju s'di asgjë për vetën e tij. Pra, Kurani tregon ty nga ka ardhur, ku je dhe ku do shkosh. I ke çdo gjë të qarta. Dhe për këtë arsye, e vetmja gjë që e forcon besimin e njeriu është leximi i fjalës së Zotit. Kjo është e para. E dyta është që nga gjërat që e forcojnë besimin e muslimanit është të ndjej madhështinë e krijuesit gjithësisë në zemrën dhe në shpirtin e tij. Pra, si mund ta ndjesh ti madhështinë e Allahu xhel xhelalu duke e njohur atë, duke lexuar për emrat e tij, për cilësitë e tij. Pra, duke shikuar dhe krijimin e tij, xhel xhelaluhu. Pra, duke parë këto gjëra, ti kupton madhështinë e krijuesit gjithësisë dhe kjo gjë ndikon në forcimin e besimit të besimtarit. Pra, le Allahu xhel xhelaluhu kur thot për besimtarët të cilët besimin e tyre kanë të fortë, thot besimtarët të vërtetë janë vetëm ata zemrat e të cilëve kur përmendet Allahu fërgullojnë, pra nënshtrohen, friksohen, përmenden, dhe kur i lexojnë shpalljet e tij u forcohet besimi dhe vetëm tek Zoti i tyre mbështeten. Pra që do thotë se kur ti e kupton se kush është krijuesi i gjithësisë, e kupton atë shenjtërinë dhe e kupton atë autoritetin e Zotit që ka në zemrën e besimtarit. Dhe e fundit, nga gjërat të cilat ndikon në forcimin e besimit është që njeriu duhet të lexojë, të mësojë sa të ketë takatin diturinë fetare. Pra dituria fetare është ai element që ty të jep informacion për Allahun, të jep informacion për Islamin, të jep informacion për Kur'anin, pra ty të mëson dhe të tregon se kush janë këto. Mos e marr informacionin e fesë dhe besimit tënd nga njerëz që ti nuk i njeh. Dhe as mos e merr nga mendjat apo nga rrjetet sociale, por ti më njëherë futesh ke Kur'ani, futesh ke hadithet e profetit, ke njerëzit e ditur që të mësosh se kush është ky besim, se kjo gjë ndikon në forcimin e besimit. Prandaj thot Zoti xhel xhelalu në ajetin kuranor, në të vërtetë nga robërit e tij, pra Allahut i frikson vetëm dietarët, pra ata të cilët kanë informacionin dhe kanë diturinë fetare. Allahu është vërtet i plot fuqishëm dhe falës. Prandaj dhe thot profeti alayhi salatu wasallam, thot Zoti xhel xhelalu në një ajet tjetër kuranor, thot a janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Pra, nuk mund të jetë i barabartë ai i cili e njeh diturinë fetare dhe e njeh Zotin dhe besimin e ka të fortë me ata të cilët nuk e njeh, sepse besimin e ka dhe më të dobët. Elusim Allahun edhe një herë të lartë madhëruar, krijuesin e gjithësisë, na forcoj besimin tonë dhe elusim Allahun e lartë madhëruar të na i falë mëkatet tona dhe elusim Zotin siç na bashkojnë në këtë vend, na bashkojnë në xhenetin e tij Firdaus.